Miq, do të flasim për debatin që po zhvillohet në Tiranë, tashmë nuk është më protesta që vazhdon prej 88 sa ditësh, por shteti i ri Bektashi që është rikthyer në skenë, është hedhur sërish ideja dhe pritet që edhe në muajin shtator dhe në vazhdim kjo të zërë dhe pjesën më të madhe të debatit, pasi po shkon sipas një media franceze që dha më shumë detaje drejt konkludimit. Edhe hapat e parë për krijimin e këtij shteti Bektashi. Sigurisht zërat pro dhe kundër Tiranë janë rikthyer sërish, megjithatë ne sot do të marrim një mendim pak më ndryshe, më interesant për këtë debat, duke zhvilluar një bisedë me zotin Kujtim Popaj, Sheh Kujtim Popaj. Zoti Popaj, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën tuaj. Faleminderit ju, zoti Popaj, unë ju kam dëgjuar një bisedë që ju keni zhvilluar në Klan Kosova, në mos gaboj, edhe më tërhoqi këndvështrimi juaj që mendoni që pas kësaj nuk është as Babamondi, as Rama, por janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nëse japin urdhër ata duhet të pranohet. Megjithatë, ju e justifikoni edhe këtë, duke thënë që nuk ka asnjë gjë të keqe që të kemi një shtet Bektashi. Unë besoj ashtu që është kjo një e mire e gjithë shqiptarëve, anë mbar botës, dhe sipas disa burimeve kam që kjo nuk është vetëm dëshira e Babas Mondi, e kam thënë edhe para sa dite në një emision, por po e them edhe prap, nuk është kjo vetëm dëshira e Babas Mondi që ka shpreh dëshirën ai të jem ai ky që po do më bëj, ky status rëndësishëm që do të marr, se nuk është një post i lehtë. Pse kundërshtojnë se të gjithë e kërkojnë këtë mirë, kush është ai që nuk e don, nuk e dëshiron këtë mandat të ketë. Po une sipas disa burimeve që kam, nuk janë të gjithë klirejt fetar kundër kësaj. Ta e mirë presin këta. Po këtu janë qu disa me urrëtie që disa politikan ose disa klirejt fetar, është kjo shkallku i xhelozisë, se nuk ka shkallku diçka, nuk ka një justifikim tjetër. Është kjo xhelozi? Pse e dua unë. Mos ta merraj, se të gjithë po ja lën një fjalë, ta kanë me dije. Nëse po bëhet edhe ka më bokja nështë me lejen e Zotit. Nëse Babamondi po e fiton këtë mandat, e fiton këtë thuja se me një fjalë superfuqi, të gjithë këta që e kanë kundërshtu, të gjithë ta kanë më shkua të marrën një famë të Babamondi. Ashtu që jo tham të gjithëve, ma mirë të mirë presëm, sa është kjo mirë për gjithë shqiptarët, nuk është e keqe. E këmë thana dhe më parë, por e thëmë prapë. Nëse është kjo një e keqe gjithë shqiptarëve, unë vetë jam edhe kundërshtoj këtë punë, thamë jo, se nuk ja duat keqen e shqiptarëve, dhe nuk e lijoj. Po pse mendoni ju që asnjë shqiptar, asnjë drejtësi botërore nuk e lën. Çu do me lën thuja se na kemi kuptuar një falënderim i takon veç Zotit. Por një respekt pafund edhe që i takon është Zot shtëpie të ne shqiptar të ku do në botë është Amerika. Kush është ai edhe çysh e morën atë guxim ata me thanë na nuk e pranojmë. Që kjo nuk guxon më ndodh pa lejen e Amerikës ose pa lejen e shtetet ndryshe të botës, ose pa autorizimin e Bashkimit Evropian. Po që hyn punë në Amerikës një shtet Bektashi në Shqipëri? Një pyetje naive. Si, nuk e kuptoj me këtë pyetje. Për çfarë hyn në punë Amerikës një shtet Bektashi në Tiranë, në Shqipëri? Sekretet e tij do t'i zbulojmë më vonë. Ka dorë Izraeli këta apo jo? Po, ndoshta dhe mundet me pas, ndoshta dhe nuk mundet me pas, po kryesisht është Amerika, unë e thamë edhe besoj edhe ashtu është, edhe nuk duhet t'i lijojmë na disa urrëtie që thojnë është, si për shprehin me një fjalë, është rrymë e Serbijës. Po, jemi në një situatë, zoti Popaj, që Greqia nga jugu, Serbia këtej nga Shkodra kërkon një konsullat, tani nga Italia këtej nga Gjadri, tani edhe një shtet Bektashi në Tiranë, ca protesta Tashti këtu, na duhet ta kundërshtojmë Serbian, që thëmë jo se këtu nuk mundesh me kërku shtëpinë tonë këtu.
Unë nuk jam që kam një urrejtje as një shtetit, ne jem pasor, dhe po na i dojmë drejta tona. Na këtu, na jem shqiptar, nuk i lirojmë të na thirrën jem arab ose jem diçka tjetër. Na nuk jem as amerikan, nuk jem as francez, na jem shqiptar edhe i mbrojmë vlerat tona na. Nuk ja bëjmë qefen e Serbisë. Përpara një këtu të thuhet bektashive që kjo është një rrymë serb. Nuk ka literaturë, nuk ka histori që të bektashit, të tarikati, në te që janë kultivu të rrimat e botës. E nuk janë kultivu urrejtjet ose kupit e dim ato fjalë shprifëra. Unë e thamë Shqipërijes, ta mirëpresin, e kom thamë dhe e thamë prap, se nëse edhe është Amerika që e ka konfirmos ta, është e kotë kjo punë që thuhet, është e keqe e jonë. Kjo është një e mire e gjithë shqiptarëve, sidomos e shqiptarisë, e Shqipërisë. Keni fjalën që dhe Shqipërinë do ta promovojë në arenën ndërkombëtare? Pa dyshim. Po, keni pas kontakte me Baba Mondin për detaje tjera, se ju thatë keni burime për këtë që po ndodh? Ne kem kontakt, që unë ishte edhe në teshe për asove, po ato debate nuk mundëm i shpreh se mundën si ta tham, mu hapë sa fjale, po ato nuk dona. Po, debate që keni pasur me Baba Mondin? Bojmë ato debate. Ato debate, po një gjë, ai e meriton se Baba Mondi dhe teqja ti dhe gjithë tarikat që shëven javlen. Edhe na bëjmë të gjithë krenar që ka jenë në tarikat, edhe gjithë, pa dyshim feja, pa gjithë shqiptarët na bëjmë krenar ajo që do të bëhet, inshallah. Zoti Bobaj. Edhe në gjatë se e kam thënë se çështje politike, jo është, e ka shpreh këtu Edi Rama, ose sa foto prej ushtarëve Izrael, këto nuk janë të vërteta. Po, tek biseda që keni pasur me Baba Mondin në kryegjyshin, sigurisht nuk po kërkoj detaje, sepse ju e tha që biseda është do ruani konfidencialitetin e saj, por në parim, për çfarë diskutuat, nëse mund të zbuloni diçka? Ju lutem nuk mundum ta hapja atë bisedë. Po, në Kosovë si shpritur në tërësi, përveç... Po, në Kosovë edhe në Shqipëri njëta frima është, kjo është, ju këmë thanë që është çështje xhelozie, pse ta ketë ai, po ta kem na. Dikush ka frikë në disa çështje politike, ku po ta di, shumë gjëra tjera. Tani janë bërë dhe si shumë, sepse siç po thosha sa nga veriu nga jugu në Shqipëri, ndërkohë që në Kosovë kemi lëvizjen e Deçanit, kemi akuza për sjellje për keq trajtim të katolikëve, janë futur shumë në lojë në troje tona. Ningo, këtu janë si nuk po i kundërshtoj vetëm të krishterë, fe katolike, apo të fe muslimane. Se edhe të fe muslimane, ekziston një sekt që mundohet me përly, fe në islam dhe habi thirrën, ose tash që janë zhvillu grupi Deçani, që e thunë, se shumica për tyre nuk i përkrojnë familjet e veta. Familjet e veta i kanë musliman, e tash ti thojnë na ta ndjekom fejen tonë. Jo, kjo është një rrim me të vërtet, kjo është një rrim edhe një interes lidhe direkt për shtetet armiq që janë shqiptarë. S'dona me cek një shtet. Amo kjo është vetëm urrëtie me pas urrëtie, se ne shqiptarë kur s'kina pas urrëtie, ndash musliman, ndash krishterë, na të gjithë i kena festu bashkë. Nuk duhet me pas urrëtie, jem musliman, ti besoj kudo Zotit. Unë që du në çfarë forme Zotin e adhurej, unë e di. Nuk duhet mja mohu të drejtën e dikujt fetar. Po këtu është një rrim me të vërtetë të rrezikshme, edhe që ka hulumtu shteti, edhe jetë të nxanë disa për shërbimet të Serbisë këtu të grupit Deçan. Po, ka në Kosovë? Ta janë një grup që
s'duhet të ketë frikë veç një grup ulaganësh, se nuk mundë me arrit qëllimet me pas urrëtie shqiptar në mes veti. Kur ata le ta kanë me dije. Disa analistë në Kosovë e lidhin edhe punën e spionazhit me këtë, me islamin politik. Janë se këtu ka pas reagim në shteti. Këtu janë njerëz janë burg, e trashëgojnë burgun, edhe të gjithë me radhë. Na nuk jem, nëse është kjo që përkërkon një drejt, po kjo nuk është e drejt, çka reagoj kohën e fundit kjo. Na nuk jem, kërkush nuk është kundër kishave. Në qoftë nevoja, po shkojmë, po investojmë gjithë për një objekt fetar që e kërkojnë njerëz zotin edhe. Çfarë të keqe ka? Ama ky grupi Deçanit është një hije, një urrëtie, një amërsi shumë e fuqishme në gjithë shqiptar. Duhet të kenë kujdes, jap një lajm, të kenë kujdes ata që po futen në këtë grup, se përndryshe shteti, prokuroria ka më hulumtua dhe ka më zbardh kjo rast se çka është ka ndodhur ky krep. Zoti Popaj, për të rikthyer prapë Tiranë, po ndoshta mund të ketë edhe një qefmbetje pastaj mes bektashive dhe muslimanëve, pra nëse do bëhen shtet. Të deri tani ka qenë kjo harmonia. Nuk e besoj që mundet me pas ato ndryshime, po fakt ndoshta mundet pak, po nuk e Bektashit, shiko, unë thash jo veç Bektashi se po lidhem te Bektashia, po për zotin nuk e kem na ato urrëtie, kushdo që është një musliman i paqe nuk e ka urrëtie, se vetë fjala musliman është domethënë paqe. Edhe nëse ai ka urrëtie, ai nuk është as musliman, nuk është hija jonë. Edhe nuk e besoj që Bektashit do ta ngritin kokën me thënë që na e kem. Ndoshta do të lasdrohen si fillim, ama dikuri nuk kanë me pas riparime, kanë me pas ndryshime të mira për gjithë. Stop. Pra, në fund për ta mbyllur, ju mendoni se kjo është një gjë geopolitike e madhe, nuk është diçka që është i shkretur. Jo, është geopolitike e madhe, dhe xhelozi ta kem unë ta kem unë. Po unë i tham respekte për gjithë shqiptarët anë mbar botës, i tham një lajm që të bëhem grusht, mos mundohet dikush me na bë urrëtie, po t'jem të vetëdijshëm dhe t'jem grusht anë mbar botës ku jem shqiptar, dhe mos të mirë me frima të dofta, ose ta hekum atë shprehje që thojmë jo frima e Serbisë, se nëse na e thojmë shiko, të gjithë e kem një justifikim me nënversu kundërshtarin ton ose një fe, po na e rrudhëm edhe nuk i shprehëm. Po mi thanë grupi Deçanit, me të vërtet jo i një grupi i armikut të Kosovës, se ato që ka puth Serbia, jo e puthni ata. Ne nuk e puthëm. Po, më mirë t'i ndalojmë urrëtiat, mos hapëm urrëtie më shumë. Se nëse flasëm me urrëtie, kem shumë fakte. Edhe nuk dona me hinë me ato urrëtie jo me Serbi. Jo feja islame. Jo që po du me mbrojt fejnë islam. Po në fejë islame kem shumë xhamia atë që të kanë. Kurse objekte tjera nuk janë të kanë. Mos t'i marrëm. Se na për nëse flasëm për vlerës shqiptare, unë e vi për një familjes që në çdo shtet e kena luftu. E kem në argumentet, kem libra që kem luftu shtetet të ndryshëm, që kena dalë zot atë dhe jo tonë. Na nuk jem arab, as jem amerikan, as zvicran. Na jena shqiptar. Edhe kena edhe ndihëm krenar që kem luftu. Na pas 150 vjete, lapidarin e stërgjyshve të mi, 5 stërgjyshet tim, ja kem rregullu lapidarin vorën e ti që ka kontribu për Kosovë. E s'munët me nga kallëzu dikur se si duhet atë dhejo, po ma mirë hajde të bëhem bashkë gjithë shqiptarët, t'i lojmë feja është sekreti me Zotin se si e dënë ti.
as një fe, as krishteri, as Biblia nuk thot të kemë urrëtie fetare. Nëse në thot Biblia se kemë urrëtie fetare, vetëm ma kallëzoj ato. As Kurani nuk ka thot të kemë urrëtie fetare. Po edhe Biblia, edhe Kurani na thot se si ti mbrojmë dhe si ta adorojmë atë tonë. Edhe ti dalmë Zot atë dhejën tonë të luftojmë dhe gjithë ata që kthehen e ja kthejnë shpinën shokëve të tij, ikin prej lufta, ata janë të mallkuar. Këto janë çështje politike dhe që financohen prej armiqve shqiptar. Do më mirë se me çfarëdo tjetër do ta mbytym me këto mesazhe paqe që ju vap. Bashkim me njëri tjetrin, harmoni edhe adheu mbi gjitha. Ka që dojmë të respektojmë çdo besim të njeri. Kudo që beson, ai ka drejtën vet. Po nëse dikush nuk e beson, ta respektojnë se ai ka bindjen ashtu. Nëse na jem me vlerë, nëse na jem shëptor të Zotit, na nuk duhet ti nënvlerësojmë ata që s'besojnë edhe Zotin. Ne duhet t'i japim fakta atyre se pse të duhet Zoti. E jo t'i thojmë ata nuk besojnë ose t'i nxjesëm emra të ndryshme. Jo, edhe ata kanë vlerën e vet. Edhe ata nuk janë ashkaloj. Edhe ata janë çdo krijesë e boni Zoti. Po nuk duhet t'i nënvlerësojmë asnjërin krijesë, asnjërin besim. Kudo që besojnë, unë i respektoj edhe respekt. Zoti bekoft gjithë njerëzimin. Inshallah, dhën Zoti të nalet anë mbar bota në botës lufta. Kemë lufta vetëm paqe. Siç thoni ju, të dalë për hajër atëherë. Inshallah. Faleminderit. Të përshëndes, të falenderoj shumë.